Odise Verbofshi, 32 vjeç, autori dyshuar i vrasjes dhe djegjes së dy të rinjve, Shaban Babansi dhe Albert Kasallës, është arrestuar në tentativë për të kaluar në shtetin grek. Arrestimi i Verbofshit është shkruar nga policia kufitare e Korçës rreth orës 11 të së shtunës, ndërsa ai ishte i vetëm. Verbofshi akuzohet për vrasjen në rrethana cilësuese të Shaban Babansit, 27 vjeç, dhe Albert Kasalla, 32 vjeç, banues në fshatin Kamberas të Fushkrujes. Në pranga si bashkëpunëtor ka rënë edhe 20 vjeçari Gazep Pili, kushëri me bashkëshortën e Verbofshit. Ngatërsia e veprimeve të para të ndërmarra nga strukturat për krime të rënda në Durrës rezultoi se dy shtetasit në fjalë ishin vrarë paraprakisht me armë zjarri dhe më pas ishin transportuar për të djegur nga autori i ngjarjes së bashku me automjetin në funksion të fshehjes së gjurmëve e provave. Gjithashtu rezulton se vrasja e dy shtetasve ka ndodhur brenda ambienteve të banesës së autorit Verbofshi në Shkozet të Durrësit. Paraprakisht dyshohet se motivi i kësaj ngjarje është prishja e pazarit lidhur me lëndet narkotike. Policia bëri të ditur se krahas provave të tjera në banesën e Verbofshit, vendi ku u krye dhe krimi, janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale, 74 kg lëndë narkotike e ndarë në pako, 2 pistoleta me kalibër 8 dhe 9 mm, si dhe një krehër pistolete rezerv me një fishek në të.